Inspektoriati i lartë i deklarimit dhe kontrollit të pasurive vijon të jetë zemërgjer ndaj pushtetarëve, edhe pse kemi ministra, deputet, zëvendës ministra dhe zyrtar më të pasur se sheik. ILDKP ka ulur ndjeshëm vitet e fundit kallëzimet në organet e rendit apo drejtësisë, teksa dikur ishin 60 deri në 70 padi në vit. Tani ILDKP ka shkuar në shifra të papërfillshme, duke ju referuar raportit vjetor të vitit që lan pas. ILDKP bën me dije se në 2024 ka kallëzuar 23 zyrtarë dhe nga këta vetëm një politikan të lartë, dosjet e të cilit janë referuar në SPAK. Inspektoriati i lartë gjatë periudhës 2014-2024 ka referuar pranë institucionit të prokurorisë, strukturave të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, hetimit tatimor, agjencisë së inteligjencës financiare, si dhe policisë së shtetit, 594 subjekte, ku janë përfshirë zyrtarë të nivelit të lartë drejtues, si deputet të Kuvendit të Shqipërisë, kryetar bashkie, gjyqtar, prokuror, drejtor të përgjithshëm e të tjerë. Për periudhën raportuese janë paraqitur në total 23 raste referimesh penale dhe referime të tjera, prej të cilave një rast është referuar pranë strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, thuhet në raport. Fakti që ka vetëm një padi në SPAK do të thotë se 22 emra të tjerë janë drejtorë dhe zyrtarë të nivelit të ulët. Për këtë arsye, SPAK është vënë në lëvizje duke dërguar kërkesa në ILDKP për sekuestrimin e dosjeve për personat që kanë në hetim. Sipas të njëjtit raport, SPAK ka sekuestruar dosjet e 30 zyrtarëve të lartë në vijim të përmbushjes së angazhimeve të ndërsjellta që burojnë nga zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka vijuar shkëmbimi të dhënave dhe informacioneve me qëllim intensifikimin e bashkëpunimit në çështjet e shkeljeve të kuadrit ligjor, në fushën e konfliktit të interesave dhe deklarimit të pasurive, si dhe për veprat e mundshme penale që lidhen me korrupsionin. Gjithashtu në vijim të mbështetjes së strukturave të SPAK mbi hetimet e nisura për zyrtarët, të cilët janë subjekte të deklarimit të interesave privat, ka vendosur në dispozicion për 30 raste të gjithë informacionin e nevojshëm të administruar pranë inspektoriatit të lartë për këto subjekte, thekson raporti. Mëtej thuhet se për periudhën raportuese janë në total 101 masa administrative gjob, ndërsa për periudhën 2014-2024 janë aplikuar në total 2231 masa administrative gjob, të cilat në një pjesë të konsiderueshme janë ekzekutuar në mënyrë vullnetare apo janë lënë në fuqi nga gjykata administrative. Duhet theksuar se pjesa më e madhe e gjobave janë aplikuar në kohën kur drejtonte Shkëlqim Ganaj, pas emërimit të Evgjeni Basharit, si kallëzimet ashtu edhe gjobat ranë ndjeshëm.